Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jon. Të dielën në Familja Jon flasim për ushqimin gjatë ditëve me temperatura të larta. Si duhet ta ruajmë ushqimin gjatë verës, si të shmangim helmimet ushqimore. Sa të rrezikshme janë dietat jo profesionale që qarkullojnë në rrjetet sociale. Për këto dhe shumë tema të tjera, do të flasim me nutricionistën Albulena Shabani Lazi. Kur është reagimi i parë i një helmimi? Varet sa ka qenë ushqimi i kontaminuar. Për shembull, veza, produktet të qumshtit janë ushqime që shumë shpejt mund me pas reakcion mas vaktit, po, kështu mas vaktit, menjëherë mas vaktit mundesh me vrejt. E në pjesën e dytë, ju sjellim atmosferën dhe risitë e Expo Diaspora, panajiret që nis më 3 gusht në Prishtina Mall. Vizitorë të ndryshëm që e shohin domethënë një produkt që është brenda nështë panajirit dhe dëshirojnë me zhvillu edhe në mërgat. Kena bo edhe një hapsin, një kand ku ka me qenë Kanal 10, Radio 10, Gazeta 10, e krejt këto ku gjatë ditës do të gjirohen, do të intervistohen bizneset. Ndërsa në rubrikën e kuzhinës Anes Beqiri përgatit një ëmbëlsirë të shishme me manafera. Na duhet 250 gram mascarpone. Po. 200 gram krem fisteko, manafera, gjem dredzës, pak gjallë pishkrir, edhe sheqer pluhën. Edhe peta, që petën e ke marrë të gatshme. Këto dhe shumë materiale të tjera ju presin këtë të diel nga ora 16 vetëm në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Spitali për Gjithëshumë Rezonanca 2, Spitali Varsive Rezonanca 3, Imperium Focus Energy, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze, Klinika Dentare ADC.